Elbona, të përshëndes, cili ishte motivi i kësaj ngjarje të rëndë në këtë familje dhe si është gjendja shëndetësore e të plagosurit? Pas të dhënave që unë kam mundur të marrë nga Komisariati i Policisë së Fierit, motivi ka qenë një konflikt i cili ka nisur pas kërkesës së familjarëve të 21 vjeçarit Jashar Zyka për ta çuar atë apo për ta shtruar për trajtim shëndetësor në një spital psikiatrik dhe konkretisht në spitalin psikiatrik të qytetit fqinjë të Vlorës, por me sa duket mbrëmjen e djeshme ky konflikt apo ky debat ka arritur deri aty sa që 21 vjeçarit marr armën dhe ta drejtoi kundër të atit. Por duke qenë se ajo ka qenë një armë e modifikuar dhe me sa duket, duke qenë se 21 vjeçari nuk ka pas qëllim në vetvete të dëmtonte dhe të rrezikonte jetën e të atit, e ka qelluar atë në këmbë dhe ky i fundit 58 vjeçari është jashtë rrezikut për jetën në Spitalin Rajonal të Fierit. Ngjarja ka ndodhur sikur se tham mbrëmjen e djeshme kur pak para mesnatës në Spitalin Rajonal të Fierit ka mbritur i plagosur me armë zjarri 58 vjeçari i cili ju nështrua menjëherë ndërhyrjes kirurgjikale për të nxjerrë plumbin nga këmba, ndërkohë që u bë edhe njoftimi nga bluzat e bardha për Policinë e Fierit, e cila ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe e ka kapur 21 vjeçari në tentativë për të fshehur apo për të larguar nga vendi i ngjarjes. Të dhënat e mia më bëjnë të ditur nga Komisariati i Policisë se 21 vjeçari ishte fshehur diku larg, disa metra larg banesës në një godinë të braktisur dhe ishte në një farë mënyrë në pritje të policisë, sepse me sa duket në ato orë të vonë nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për t'u arratisur apo për të larguar më shumë nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë që sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur më herët në këtë familje, pra në familjen Zyka në Mbrostar të Fierit, duket se 21 vjeçari ka pasur sjellje të papërshtatshme në kuptimin që ka qenë i dhunshëm deri aty sa që edhe arma të cilën ai e ka modifikuar apo sajuar në një farë mënyrë vet, ka qenë e kopjuar nga videot, pra ka marrë udhëzime nga video apo manuale të cilat transmetohen në internet dhe në këtë mënyrë ai e ka krijuar këtë armë duke e mbajtur në shtëpi. Kjo dhe sjellje të tjera të dhunshme që ka shfaqur kohët e fundit ka bërë që familjarët të kontaktojnë specialistët përkatës, të cilët i kanë rekomanduar që 21 vjeçari të shtrohej në spital psikiatrik. Por me sa duket këtu ka qenë një kërkesë apo një mënyrë rehabilitimi e papranueshme për 21 vjeçarin, i cili me sa duket nuk e pranon faktin se ka probleme të tilla që duhet që imponojnë shtrimin e tij në një spital psikiatrik. Tashmë prokuroria e Fierit është duke vazhduar heprimet, nuk kemi ende një akuzë konkrete për 21 vjeçarin, kur kemi parasysh faktin se nga njëra anë babai i tij tashmë është jashtë rrezikut për jetën. Nëse do të akuzohet mirëfilli për një vepër penale që parashikohet në kodin penal, siç është vrasja me dashje e mbetur në tentativë apo vrasje me dashje e mbetur në tentativë për marrëdhënie familjare, apo të kemi një akuzë tjetër, duke qenë se që në fillim, pra që në krye të herës që në komunikimin e saj për shtyp, policia ka bërë të ditur se kemi të bëjmë me një person i cili ka probleme mendore dhe fakti se ka probleme mendore, duke kërkuar që familjarët ta trajtojnë, ka bërë dhe ka sjellë pikërisht konfliktin që solli edhe plagosjen e 58 vjeçarit. E kuptoj, falenderoj Valbona për këtë raportim të drejtë.